Vllaznia është larguar edhe një herë nga Shkodra për të zhvilluar përgatitjet, duke marrë sërish rrugën drejt Tulçinit. Skuadra kuqeblu kthye një ditë para ndeshjes me Pogradecin nga qyteti bregdetar i Malit të Zi, ku kishte zhvilluar një javë stërvitje. Megjithatë, vendimi i drejtuesve të klubit në bashkëpunim me stafin teknik ka qenë që përgatitjet për sfidën e radhës në kampionat ndaj Egnatias të vijojnë sërish Shkodrës. Ky vendim u konfirmua edhe nga trajneri Edi Martini, i cili pas fitores 1-0 ndaj Pogradecit u shpreh për mediat se kushtet atmosferike në Shkodër e bëjnë të pamundur zhvillimin normal të stërvitjes. Sipas tij, fusha me bar natyral në Ulqin ofron kushte më të përshtatshme për punën e ekipit, ndërsa edhe akomodimi dhe ushqimi janë në nivele të mira. Kthehemi prapë në Ulqin sepse këtu është e pamundur, nuk kemi një fushë me këtë rreshtje, një fushë që të bëjmë stërvit, kështu që nesër do të udhtojmë prapë drejt Ulqin. Është një fushë me bar natyral ku kena mundësi mu stërvit. E gjëra kryesore, sepse hotelet dhe ushqimi janë mjaft mirë, po ajo që është më e rëndësishme për ne është fusha stërvitjes, sepse me këtë rreshtje që kanë rënë Shkodër është e pamundur mund stërvit. Si rrjedhoi pas zhvendosjes në Ulqin, vllaznia do të qëndrojë aty deri pas ditën e Sumërkurës, një ditë para ndeshjes së rëndësishme të kampionatit ndaj Egnatias.